lodhështu më shef, lodhështu hik, Një këngëtare kena pas shokun e tis pja përmeni emnin, thoj ke u tërshin qikat, na ishim të hangër bukëve, shkur vish një tup qikat dhe ku si uj që po më doken. Sakto, na kena pas shokun edhe Antigona, që shkojshim në diskoteka për para me performu, kur o konë koha, na lejohet mi përmen urinorat e bolerot, diskotekat më të mëdhoja që janë konë për para në atë kohë, shkojshim me këngëtarë të ndryshëm, a i të dalë në skene prezentoj, ke për shumë prezentu se eftojmë filan këngëtari, se tash s'po kallëzoj përcetin këngëtar, publiki duar të rëkike, këtë të dalë në skene i shaj ke publikin me nane, me babë, të tonë, se jish lodh se i ke 70-80 herë brenda vitit që ka dalë në skene, pa i numru dasmat. Për qatë punë dikur bëhash arrogant, detyrohesh mu bo arrogant, si kur a i këngëtari. E para se marrë në qatë pozitin e qatë i këngëtarit, është ma mirë mos më ka një famshëm hesh. Violet? Unë nuk jam e famshme. Unë jam vetëm një ftyrë publike që më njohin në Prishtinë, që jam si puna punës që vonë, profesioniste. Shumë çudita që sonte kur erdhe, unë të kam taku për herë të parë në miliona, edhe kur ke hy këto gjithë ka njoftë. Po, për shkak se unë kom bë me një punë bajge të madhe për 3 vjet e gjysmë ka në përgjese, ku më udhëheq 80 punëtor me një qendër tregtare në Prishtinë. Edhe andaj jam pak ftyrë kështu që më njohin jo publike. Je pak edhe dallueshme, bjen syti. Po unë jam domethënë e famshme vetëm në profesionin tim që jam si sigurim. Edhe s'besoj që do jam e famshme. S'do të kishe pas qef? Nuk, s'kisha qef. Pyetja fundit për të gjithë juve është kush i famshëm, pa nisim pi Simonit, të duket që e ka majt shumë mirë famën e vetë, edhe e ka mirë mbajt, edhe kush se meriton më konë i famshëm në Kosovë. Se meriton? Po. Ose s'ka vyt kur më konë. Shumë pyetja zëshme. A i si? A kina i kanë? Pa në mu i dhënu dikush. Ani mos e thuj. Unë që kam meritu më fare, a i si është Eduna Lallushi, që kam shumë respekt për ta, që se kam meritu... Mundri me përdore tiktokera, influencera Ko këndonë? plot, unë nuk jam fort edhe fanë se tiktokit nuk e frekventaj shumë, po unë e kam shumë respekt edhe është edhe njëtën e përdershme është shumë e thjesht, kur e kom taku s'disa edhe në për qendër tregtare ose kudo kalimte në rrugë, unë e kam shumë respekt për ta dhe ka ditë me mojtë, dhe më thonë, edhe famen, po edhe është një femen shumë me nërshme, edhe që ka ditë me mojtë famen, po edhe nërshmërin. Kush nuk e ka meritu më boj famshëm? Mund është me përdore dhe banorët e i cmaj homit? Ko plot, ata po më janë keq po si dukur ja. Asnjë se ka meritu më konë të famshëm? Jo. Sidomos ajo, nëse nuk a bëj Tina, nuk i kom përcjell fort ato të cmaj homit. Tina a Ina? Ina. Jo Ina, po këto tjera që në konë ma vonë, ta është të fundit erë, edhe ideali që piskat të dyqysh dhune që si sane që selke, unë nuk e du dhunën, unë jam pro dhunës, nuk ka kanë meritu se ata, po më janë keq se nuk i njën asha, ata shkujnë edhe me thonë sa në të këshia për mu, nuk më njohin personalisht, as nuk i njën, po nuk ka kanë meritu heq. Ti mund është me folë në bastë asaj që ke po, pa në televizion. Vetëm qakun, po, nuk më ka pëlqy, më ka pengu për shkak që Ti si ke drejt me gjikus si dushti? Po, ka një emisioni juve dhe ju nuk e keni meritu, do më thonë, ata njerës me pas këta. Okej, kush bërtet ke marë? Po më duke Ideale nuk